Përshëndetje, këtu I kam sjellë risotto me shparguj të egër. Dje e pat edhe video një mlodha, këtu quhen Juverti në Piemonte. Në disa krajina këtu në Itali kanë emër tjetër. Por nëse e dini në gjuhën shqipe na shkruani. Këto janë një mrekulli për shëndetin. Unë përgatita 2 receta, omlet dhe risotto, por mund t'i lejmë edhe salati, japim një val, edhim pak lëng limoni, pak vaj ulliri, pak piper të kënaqim. Shpejt sot, doja që të përgatisja dhe hitrat, po thash Eli mos e egzagjero, përgatit sot këto dhe nisë dua të bëj një byrek. Në një tenxhere, ujë të bollshëm, krip, një kokorqep, 2 karota, një dekselino. Vendosim shpargujt, I japim një val, 4-5 minuta nuk ka nevojë se janë shumë të njom. Në një tigan, ja 2 thelpin hudhër, një hedhim vaj ulliri, heqim shpargujt, I vendosim në një kullorse dhe ujin do e mbajmë për risotton. Skuqim pak hudhër me vajin e ullirit, pa e djegur, orizin e kemi shpëlar, e skuqim pak dhe orizin pa e djegur, pak piper dhe shtojmë pak e nga pak ujin që zjem shpargujt. Në këtë mënyrë bëhet më I shishëm, nuk e se do shumë saltanete, duj që ta lejmë që t'i ndjejmë atë shijen e barishteve. I presim barishtet imët me një thik. Mua këto më pëlqejnë jashtë mase, janë shumë të shishme. I shtojmë tek orizi dhe vazhdojmë zjerën pak e nga pak duke I shtuar ujin. Ma pëlqyen shumë në familje. Në fund, para se ta heqim, pak djath parmezan dhe një lugë gjalp, lugë gjelle, e përziej mirë. Shikoni edhe me sy, provoni sipas dëshirës, mund ta lini pra pak krokant, si t'ju pëlqej. Ky është momenti që mua më pëlqen më shumë. Gati për ta shërbyer, kur thot Eli çat ta hash me sy. Shpresoj që t'ju pëlqej receta, ju uroj gjithë mirë dhe mirupafshim.